Në Shqipëri nuk ndalën protestat 2 muaj pas fillimit të manifestimeve kundër një projekti turistik luksoz të lidhur me sipërmarrësin Jared Kushner, dhëntrin e presidentit amerikan Donald Trump. Projekti është parashikuar të zhvillohet në ishullin e Sazanit dhe në zonën e mbrojtur të Zvërnecit, në lagunën e Nartës, e njohur për praninë e flamingove roz. Çdo mbrëmje në kryeqytet Tiranë zhvillohen marshime dhe protesta të përhershme, ku marrin pjesë kryesisht të rinj, të cilët janë kthyer në shtysën kryesore të asaj që është quajtur revolucioni i flamingove. Protesta nuk ka të bëjë vetëm me ndërtimin dhe mbrojtjen e mjedisit, por është ndërruar në një lëvizje kundër korrupsionit, mungesës së transparencës në investime strategjike, emigrimit të rinjve dhe shpopullimit të vendit. 3 ditë më parë, përpara godinës së kuvendit, pati përplasje mes protestuesve dhe policisë, gjatë të cilave mbetën të plagosur disa persona. Kryeministri Edi Rama e ka mbrojtur vazhdimisht projektin, duke e cilësuar atë një hap të rëndësishëm për ta shndërruar Shqipërinë në një destinacion turistik të nivelit botror. Ai ka siguruar se struktura turistike do të ndërtohen në përputhje me standardet evropiane të mbrojtjes së mjedisit. I peshkvit katolik të Shqipërisë vazhdojnë të ndjekin me vëmendje zhvillimet në vend. Në një deklaratë të publikuar në qershor, konferenca i peshkvnore theksonte se çdo zhvillim i vendit duhet marrë parasysh mbrojtjen e mjedisit, si dhe respektimin e pronës së tjetrit. Duke cituar enciklikën Laudato Si, Papa Francesku shkruan: "Vlerësimi paraprak i ndikimit mjedisor të ndërmarrjeve dhe projekteve kërkon procese politike transparente dhe të hapura ndaj dialogut, ndërsa korrupsioni që fshen ndikimin e vërtet mjedisor të një projekti në këmbim të favoreve çon shpesh në marrëveshje të errta që shmangin detyrimin për informim dhe një debat të thelluar." Në këtë frym, i peshkvit kërkojnë që të mos mohohen proceset e vlerësimit, konsultimit dhe përfshirjes së komuniteteve lokale që jetojnë në zonat e prekura, si edhe të institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit. Për ne, kjo quhet zhvillim integral, i cili duhet marrë parasysh të gjitha dimensionet e jetës njerëzore, si në aspektin individual, ashtu edhe në atë komunitar, thuhet në deklaratë. Konferenca i peshkvnore thekson gjithashtu se pjesëmarrja e madhe e të rinjve dhe familjeve në protesta tregon pakënaqësi ndaj sistemit aktual politik. Kishës nuk i takon të gjejë zgjidhje, por të ndriçojë ndërgjegjet. Jemi të bindur se zëri i popullit duhet të dëgjohet dhe të merret në konsiderat. Politikës i takon të gjejë zgjidhje brenda kuadrit politik dhe demokratik. Këto janë rregullat e demokracisë europiane, së cilës aspirojmë. Zëri i shumë njerëzve që kanë si synim të vetëm mirëqenien e familjeve dhe të shoqërisë, dhe që shprehin pakënaqësinë për veprimet ose mosveprimet e politikanëve, nuk mund të shpërfillet.